Përshëndetje, mirë se një orë. Dogana Republikës Kosovës. A ka kush diçka me deklaru për doganë? Jo. Ju njëjtë. Faleminderit. Shi edhe pak, thash mirë, qa ashtu? A ka diçka me deklaru për doganë? Jo. Përshëndetje, mirë se keni orë. Si ka lutë rrugës? A keni diçka me deklaru për doganë? Ku gjeq, a? Veç për pushime. Ta. Rregull është, kalosh i mirë, pushimet mira. A keni diçka ju me deklaru për doganë? Jo. Me delmi shtu që e pak? Përshëndetje, mirë se një orë. Dogana Republikës Kosovës. A ka kush diçka me deklaru për doganë? Jo. Ju njëjtë. Faleminderit. Zakonisht i selektojmë një numër të konsiderueshëm të bagazheve dhe përdorim skenerin, cili është si pjesë shëndimse e punës tonë të përditshme. Shty edhe pak, thash mirë, qa ashtu? Çokolada që vijnë bashka do. Përshëndetje, si kalove, mirë? Mirë. A bën dokumentat? A ka diçka me deklaru për doganë? Jo. Ku gjeq? Pa ku... Za Lipjan. Në Lipjan jetu shkua? Pa. A jena veç një kontrol për bojna? Ovo je stara garderoba. Da? Moja deca nose neke siromašne stare obuće, a to su moje lične stvari. Može ovo da... Može. Samo otvori vrata. Aha, otvori. Veç edhe të goma rezervë pak. Veç goma rezervë. Që ndimoj edhe? Qka ki këtu? Ništa, nema za sad ništa. Pa, në rregull. Puna ka rrjedhur normale dhe pa ndonjë ekces në kalim. Është rritur fluksi bashkëtatarëve, përse që dihet që në festat e fund vitit diçka të jashtëzakonshme nuk ka pas. Te na është rritur numri i stafit pasi që
është fund viti dhe dihet që rritet fluksi i bashkëdhetarëve. Njëkohësisht aty një uroj mirëseardhje në emër timin dhe të doganës Republikës Kosovës, duke uruar një festa sa më të mbarë dhe shëndet e bashkësi në familjet e tyre.